Pse Jezusi e fshehu një monedhë brenda një peshku? Në kohët biblike, çdo burr duhet pagunte një taks për të mbështetur tempullin e Perëndisë. Kur mbledhësit e taksave erdhën te Pjetri, Jezusi e pyeti: "A i detyrojnë mbretërit bijtë e tyre të paguajnë taksa?" Pjetri tundi kokën. Meqense Jezusi ishte biri i Perëndisë, ai nuk kishte pse të pagunte për të përdorur shtëpinë e atit të tij. Ai ishte i lirë. Por Jezusi nuk donte të shkaktonte debat. Prandaj ai tha Pjetrit të shkonte për peshkim. Ai tha: "Hap gojën e peshkut të parë që do të zosh." Pjetri u bin. Ai nxori një peshk, shikoi brenda dhe gjeti një monedhë argjenti. Nuk ishte një qese me ar, por ishte saktësisht shuma që duhej për të paguar taksën për të dy. Perëndia përdori një peshk të thjeshtë për të zgjidhur një problem parash. Mësimi është i qartë. Perëndia mund të mos të jap tepritës, por do të jap saktësisht atë sa të duhet. Ai ka një përgjigje të duhur që të pret në vendin më të papritur. A ke përjetuar ndonjëherë një ndihmë të papritur në momentet kur kishit më shumë nevojë? Më shkruaj më poshtë. Zoti të bekoft.